Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian i jep Shqipërisë 64.5 milion euro, kryeministri Rama vlerëson planin e rritjes dhe kërkon votën në 11 maj për të mos penguar antarësimin. Berisha i rikthehet sulmeve ndaj Altin Dumanit, kreu i SPAK sipas tij është bërë mburoje vjedhjeve dhe skandaleve të qeverisë Rama. I penduar i drejtësisë Nurettin Dumani deklaron se i ka dhënë 10.000 euro çdo muaj një oficer i policie në Elbasan merrte të dhëna për armiqtë e tij. Njëjmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Shqipëria ka përfituar një fond prej 64.5 milion eurosh nga plani i rritjes të Ballkanit Perëndimor. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato tha se paratë do të përdoren për mbështetjen e reformave që afrojnë vendin tonë me Unionin. Bashkimi Evropian ka miratuar parafinancimin me vlerë 64.5 milion euro për Shqipërinë, i cili do të mbështesë zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të zhvillimit dhe angazhimeve që Shqipëria ka marrë me të. Ambasadori Silvio Gonzato shpreh se ky plan do ndihmojë ekonominë shqiptare për t'u ofruar me atë të BE-s. Bashkimi Evropian qëndron në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes e ndihmon Shqipërinë për të arritur këtë qëllim dhe për të afruar ekonominë shqiptare me atë të Bashkimit Evropian përpara se Shqipëria të bëhet antare. Ne po e mbështesim Shqipërinë të konsolidojë shtetin e saj të së drejtës, të zhvillojë infrastrukturën e saj, ekonominë e saj të gjelbër, kapitalin e saj njerëzor dhe biznesin e saj privat. Europa është këtu për të mbështetur rritjen e qëndrueshme dhe kohezionin e vetëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për kryenegociatoren Malina Luka, kjo mbështetje përkthehet në motivim në plotësim të kritereve. Ne përqafojmë plotësisht madhësinë e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet përpara dhe jemi të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen me zell të kritereve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deri në vitin 2027 Shqipëria ka mundësinë të marrë deri në 922.1 milion euro në total nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të reformave, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, energjinë e rinovojshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar votën e shqiptarëve për të mos humbur trenin e integrimit. Me bindjen se antarësimi në Bashkimin Evropian është më afër se kurrë, kryesocialisti është shprehur se në 11 maj qytetarët do dinë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Rama ka marrë në mbrojtje edhe Altin Dumanin, duke thënë se kreu i SPAK-ut ka solidaritetin e tij përballë sulmeve kafshërore. Miratimi për fondet e planit të ri të rritjes për Shqipërinë nga BE për kryeministrin Edi Rama është një shenjë mirë në ecurinë e negociatave. Rama tha se kjo është koha kur BE-ja i duhet më shumë se kur Shqipërisë për shkak edhe të situatës gjeopolitike. Vim drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë në 11 maj, vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike, eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama kërkoi votën në 11 maj dhe për të mos rrezikuar kërcënimin sipas tij të punës së drejtësisë. Të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, ushe ka radhën, u futën gjithë në burg e tjerë, duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Një koment ai e bëri edhe për drejtuesin e SPAK Altin Dumani. Altin Dumani ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin tonë. Po i dëgjon tani bufin ti që thotë më jepni votën të shkris SPAK-un, e dëgjon bufin se çfarë thot edhe për çfarë përbetohet kur flet për Altin Dumanin? Kryeministri tha se zgjedhjet janë një moment historik për të mos humbur trenin e BE-s. Lideri i opozitës ju rikthye akuzave ndaj kreut të prokurorisë së posaçme. Sali Berisha tha se Altin Dumani është bërë mburoje korrupsionit, pasi sipas tij ka amnistuar vjedhjet e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëses së tij Belinda Balluku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju kundërpërgjigj rivali politik Rama në lidhje me drejtuesin e prokurorisë posaçme kundër krimit organizuar e korrupsionit Altin Dumani.
Berisha para gazetarëve deklaroi se kryeministri Edi Rama mbron drejtuesin e SPAK-ut, pasi sipas tij ky institucion nuk e ka marrë në pyetje qoftë edhe një herë të vetme. Ai edhe këpuc duhet t'i fshijë Altin Dumanit. Berisha përsëriti akuzat ndaj drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani se po amniston kryeministrin Edi Rama për disa prej projekteve të cilat sipas tij janë më korruptive të viteve të fundit. Po të mos Altin Dumani, para se t'ishte Erion Veliaj në qeli, duhet ishte për djegësin Edi Rama. Ai duhet të bëj nga mëngjesi gjërndar, lavde, elozhe dhe t'i lpijet Altin Dumanit, sepse qëndron aty pikërisht se Altin Dumani është bërë mburoj e këtyre vjedhjeve dhe këtyre krimeve. Akuzat ndaj SPAK-ut Berisha i artikuloi gjatë një komunikimi me gazetarët ku prezantoi programin për shëndetësinë. Një reformë thellë shpejt dhe gjithanshme, në të cilën ka një synim dhe vetëm një synim. Rritja e shpejtë e cilësisë shërbimit shtetësor për qytetarë shqiptar dhe ulja drastike e barrës financiare të tyre në kujdesin shtetësor. Kjo barë sot shkon në 60%, në një kohë kur në Gjermani është 12%. Në Itali është 21%, 60% është tërë më të lartat në botë. Dhe e tëra është korrupsion. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të gjitha koncesionet në sektorin e shëndetësisë do të anullohen, pasi sipas tij janë korruptive. Është shtyr për në datën 7 prill seanca në ngarkim të ish-ministrit Fatmir Mediu. Shkaku bën mungesa e tij pasi kishte një ftesë në Kongresin Amerikan nga data 24 mars deri në datën 1 prill. Sipas avokatit Henrik Ligori, Mediu duhet të jetë vetë i pranishëm për të paraqitur komentet mbi akt ekspertimin tekniko-ushtarak. Prokurori Klodian Braho e quajti të pajustifikuar mungesën e Fatmir Mediut dhe kërkoi të vazhdonte seanca në prani të mbrojtësit të tij ligjor, por gjyqtarja Irena Gjoka vendosi të shtyjë seancën. Ajo i tërhoqi vëmendje Mediut duke thënë se mungesa të kësaj natyre nuk do të konsiderohen më në seancat e ardhshme. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani tha këtë të martë se kishte korruptuar një oficer krimesh në Elbasan për t'i dhënë informacione për armikun e tij, Talo Çela. Sipas tij, policia merrte 10.000 euro çdo muaj. Të tjera detajet ronditëse nga bota e krimit, por dhe për korrupsionin brenda radhave të policisë janë rrëfyer sot nga Nureddin Dumani në seancën gjyqësore në kuadër të dosjes Plumbi Art. I penduari i drejtësisë ka treguar se një shef krimesh në policinë e Elbasanit gjatë viteve 2019 paguhej 10.000 euro në muaj nga ai për t'i dhënë informacione për Talo Çelën. Në 2019 një shef krimesh në Elbasan që Henrik Hoxha e kishte shok më jepte informacione për Talo Çelën. Shefin më prezantoi Henriku. Ai kërkonte 10.000 euro në muaj. Ndër të tjera Dumani tha se ditën që u arrestua ishte nisur në Elbasan për të vrarë Oti Kilën për llogari të Suel Çelës. Në këtë atentat Dumani mbeti veti plagosur. Suel Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kilës. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova, isha shofer, më qelluan nga mbrapa. Më pas ula te sedilja e pasajerit në makinën X5 kur u plagosa. Oti Kilën e njihja personalisht. Kam ndenjur me atë bashkë me vllajin tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Autorët që më qelluan nuk i kam njohur pasi ishin të maskuar. Vetëm nga trupi shoferi më zhdukur si Talo Çela. I pyetur më pas, Dumani tregoi për mënyrën se si ishte përgatitur për atentatin, duke thënë me detaje për vendin se ku kishte bler armën. Ai kishte bler një Kalashnikov me silenciator në fier, ndërkohë që ishte pajisur dhe me një mitralos që ai kishte dhënë kushuriri i tij. Një 40 vjeçar identifikuar si Rinaldi Rakipa ju arrestua nga policia e Vlorës këtë të martë, sepse akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë 15 vjeçare. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur me 22 mars. Rinaldi Rakipa i akuzohet edhe se ka nxitur të miturën së bashku me 2 shoqe të tjera që të përdorin lëndë narkotike. Këtë vepër penale 40 vjeçari e ka kryer në bashkëpunim me një 33 vjeçar, i cili ishte proceduar edhe më parë për nxitje për përdorimin e drogës. Prokuroria e Tiranës ka dhënë pretencën për 2 motrat, Antonela dhe Mariela Berisha, të cilat goditën me sende të forta 26 vjeçaren Klea Prenga verën e vitit të kaluar në një lokal në Tiranë.
Prokurori Ndini Tavani kërkoi 3 vite burg për Mariela Berishën, e cila ndodhet në masën arrest në shtëpi, ndërsa për Antonelën ai kërkoi 3 vite shërbim prove. 2 motrat u vedorzuan në polici në muajin tetor të vitit 2024. Ata akuzohen për plagosje të rëndë me dashje të kryer në bashkëpunim. Megjithse ka mbetur pak ditë nga afati i skadimit për deklarimin e të ardhurave, afro gjysma e tyre që preken nga detyrimi ligjor nuk e kanë plotësuar ende formularin. Për të gjithë ata që refuzojnë do të ketë penalitete deri në 3.000 lekë, ndërsa për ata që kanë bërë gabime në formular do të ketë një tjetër shans. Kur ka mbetur edhe një javë nga mbyllja e afatit zyrtar të deklarimit të ardhurave, Mira Shqiptar ende nuk e ka plotësuar formularin. Sipas të dhënave nga tatimet, pritshmëritë janë që rreth 140.000 individ duhet të plotësojnë deklaratën vjetore të ardhurave. Por deri më tani rreth 50% e tyre kanë zbatuar këtë detyrim ligjor. Rreth 140.000 individ i kemi të identifikuar nga të ardhurat nga punësimi, pra si individ me një total të ardhurash bruto nga paga mbi 1.2 milion lek, apo individ të cilët gjatë një periudhë, të paktën një periudhë gjatë vitit 2024 kanë qenë të dy punësuar. Është një numër rreth 80.000 individësh të cilët kanë deklaruar tashmë, ndërkohë është një proces normal deklarimi, jemi brenda afateve dhe i mundsohet të gjithë individët për të kryer deklaratën e tyre individuale vjetore. Administrata tatimore thotë se në faqen zyrtare të institucionit gjendet informacioni i nevojshëm për cilin do që nuk ka njohuri të duhura, lidhur me atë që njihet si diva. Por çfarë ndodh në përfundim të afatit zyrtar që është data 31 mars, për të gjithë ata që nuk e kanë plotësuar formularin? Individët kanë detyrimin që të plotësojnë deklaratën brenda kësaj periudhe. Nëse do të vijojnë procesin e deklarimit përtej këtij afati, atëherë pas datës 1 prill, atëherë sistemi do të gjenerojë automatikisht gjobë, e cila është e parashikuar në ligj, prej 3.000 lekësh të reja. Por cilido që ka plotësuar gabim deklaratën ka një mundësi të dytë për korrigjim. Çdo individ ka të drejtën që ta korrigjojë vetë deklaratën brenda 3 muajve nga momenti i deklarimit 2 herë. Edhe nëse mbas kalimit të këtij afati individi konstaton që ka një të dhënë të pasakt, përsëri mund të kryhet korrigjimi, por në këtë rast korrigjimi do të kryhet duke i drejtuar Drejtorisë Rajonale Tatimore ku individi është i regjistruar. Subjekti i deklarimit të ardhurave janë të gjithë ata që kanë të ardhura bruto 1.2 milion lekë në vit dhe ata që janë të dy punësuar. Këtë vit detyrim kanë edhe ata individ që kanë të ardhura bruto mbi 50.000 lekë të patatueshme, ku përfshihen të ardhurat nga qera editore, platformat Airbnb apo Booking. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkë do të ndajemi këtu, natë e mirë.